refuzoi sponsorin për shkak të besimit. Sportisti kosovar flet për sprovën para rekordit botëror. Një sportist nga Kosova ka ndarë publikisht një histori personale që ka ngjallur reagime të shumta, duke e cilësuar atë si një nga sprovat më të vështira në rrugëtimin e tij drejt ëndrrës për t'u bërë njeriu më i fortë në botë. Në një deklaratë emocionale, ai tregoi se në momentin kur kishte më së shumti nevojë për ndihmë financiare, për të sjellë në Kosovë jurinë e Guinness World Records, u përball me heshtje dhe mungesë mbështetjeje nga shumica e personave që kishte kontaktuar. Sipas tij, vetëm një individ u ofrua për ta ndihmuar financiarisht, duke i premtuar lidhje të fuqishme dhe shumën e nevojshme për realizimin e rekordit. Megjithatë, kjo ndihmë kishte një kusht të papranueshëm për sportistin: të mos e përmendte Islamin dhe të heshte për besimin e tij fetar. Ëndra ime është e madhe, por feja ime vlen më shumë se çdo sponsor, kontratë apo interesi i kësaj bote, ka deklaruar ai, duke theksuar se vendosi ta refuzojë ofertën, edhe pse kjo nënkuptonte humbjen e mbështetjes financiare. Sportisti shprehet se, edhe pse humbi një sponsor të mundshëm, nuk e humbi veten dhe besimin e tij, duke shtuar se është i bindur se do t'i hapen dyrë të tjera, më të pastra dhe më të drejta. Ai paralajmëroi se përpjekja për thyrjen e rekordit do të realizohet më 18 korrik, ku synon të ngrejë një peshk prej 2000 deri në 2500 kg në emër të besimit dhe përkushtimit të tij. Feja vjen gjithmonë para famës, përfundon deklarata e tij.